Trashëgimia. Fjala shqipe zblihet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam ndjerë. Kush më bukur se Dritë Roagolli dhe në interpretimin e Selami Kolonjës. Miq dashur, ne po rikthehemi sërish këtu në studio, ora është saktë shënon 10:32 minuta. Dhe ne ju falenderoj të gjithëve që na keni shkruar jashtëzakonisht shumë në lidhje me temën të cilën e patëm sot, a duhet ndarë trashëgimia një lloj si për vajzën, ashtu edhe për djalin. Ne këtë do ta vazhdojmë ta diskutojmë edhe me të ftuarin, por sot do të kalojmë, sepse si rrjedhoi e kësaj temës që e diskutuam sot, ishte pikërisht donim të flasim për arkeologjinë, po. Dhe sot ne do të udhtojmë pas në kohë, po jo me makinën e ato me time machine-in, por do të udhtojmë me një personazh që e kemi këtu të ftuar në emisionin e mëngjesit. Dhe ne do të flasim me arkeologën, historianin e arkeologjisë, historiane e artit dhe arkeologjisë, kush më mirë se sa Narona Luma Veseli. I themi mirëmëngjesi Narona. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. T'ju them se jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë Narona. Shumë të këndshëm jeni. Ne po diskutonim sot sepse këto janë disa tabu që ndodhin në shoqërinë tonë, që në të kaluarën janë privilegjuar më shumë meshkujt, djemt, ai që e mban oxhakun e shtëpisë, por me rrjedhojën e kohës filloi edhe vetdia e femrave të emancipohet, të zhvillohet, filluan kërkesat edhe të shtohen, dhe ndodhen në këtë dinamizmin e kohës tonë, ndodhin që kërkesat kanë filluar që të jenë të barabarta. Si e gjikon ty konkretisht këtë temën? Trashëgiminë, e thot temën veç trashëgiminë. Do të flasim për trashëgiminë familjare dhe arkeologjike kulturore. Kjo është si mendim kështu, pa bazament historik të flasim. Si mendon ti, trashëgimia do të jetë në bazë gjinore barabart, edhe tek dëmt edhe vajzat? Pak sikur ma ndryshe një farë kombinimi. Do me thënë, duhet vetë fëmijët mes vete të koordinohen. Se di pse, mendoj që nëse, për shembull, vajza martohet dikun se kushtet ekonomike apo gjeni punë, se tash edhe gratë punojnë, më përpara nuk kam punu gratë, por më përpara edhe prindët kam pas pasuri më pak dhe nuk kam pasur se si ta ndajnë atë pasuri. Ndërsa tash edhe gratë shkollohen, por nëse biznesi tyre apo puna e tyre ecë më pak, mendoj se vetë fëmijët duhet të ndihmojnë njëri tjetrit. Të thonë, nëse mu e ka nda prindit të themi barabart, mund vajza apo njëri djalë ose dikush që ka më shumë të ardhurat, thotë, unë e mendoj se e ashtu, ose marrë më simbolikisht, edhe po ta falë ty se ti të shoh se në gjendje më të keqe ekonomike ose diçka, ose apo nëse janë në mendoj se më e kapshme për kohën e tashme. Ndërsa më herët, normal se kanë qenë pak më ndryshe rrethanat. Por tash mendoj se një... Më pëlqen kjo perspektiva se është e vërtetë që... Bashkëpunim mes fëmijëve të ketë që ta shohësh në 12 viteve se si do deri gjatë martesës, nëse nuk mund krijojnë kushte ekonomike, mendoj të ketë një barabartësi mes fëmijëve. Më pëlqej shumë që tha se më përpara, me të vërtetë, do të thënë pasuria ka qenë shumë e vogël e prindve. Tani themi nuk kanë pasur pasuri që mund të kenë familjet sot. Dhe më pëlqen shumë sepse më përpara, ndoshta edhe nëse nuk është nda barabart, ka qenë fal kushteve ekonomike të dobta. Mirë po tash, si që tha edhe Narona, për mos të ndikuar harmonia familjare, raporti mes fëmijëve, është mirë që fëmijët vetëm mirën vesh, mos të ndikohet negativisht mes tyre, ajo që duhet ndahet në mënyrën se si ata e pranojnë dhe, si që tha, nëse je me kushtet të mira financiare, mund të largohesh. Ose pranon thot, do të kesh diçka si kujtim prej prinderve, mundet një diçka simbolike, do me thonë, duhet të lënë vetdijen e vetë fëmiju. Ne si shoqëria kemi arritur deri në këtë stad ti perceptojmë. Nuk e di, tash e shohun se prindët japin, do me thonë, i ndajnë. Tash gjeneratët e reja ndajnë, do me thonë, japin, i dhurojnë vajzës, djalit, nëse jo barabart, po diçka i japin edhe vajzës. Nuk e, do me thonë, kanë ndryshuar. Kjo temë ka shumë dimensione. Varet prej rastit. Rastit. Unë mendoj se gjithçka duhet shikohet rasti familjar, se si pastaj edhe kush si ka mundësit. Mendoj se prej mundësive, nuk duhet të jetë kështu më kujtohet, problematika më e madhe që ka qenë më përpara është dridhoj se kanë qenë nga 7 fëmijë, 8 fëmijë. Domethënë numri i fëmijëve ka qenë pak më i madh. Tash i kemi nga 2, 3, diku 4 rrallë. 6 ishin për gurbet, 1 ishte për në shtëpi. E vërtet. Po, e vërtet. Ashtu është trajtuar diku. Po ne se ne tani do kthehemi tek temat të cilën e kemi trashëgimia kulturore që është mjaft e rëndësishme. Narona thuhet zakonisht
në që se nuk merresh me të kaluarën, nuk sheh përpara. A është shumë e rëndësishme kjo si temë që duhet të merremi me të kaluarën, që të merremi me ato artefakte që po flet ndonjëherë po zhurmon edhe toka po zhurmon, po ne sikur dinamizmi i jetës po na dërgon, po na drejton diku që të mos shohim poshtë, po të shikojmë gjithmonë lart. A duhet? Duhet, sigurisht që duhet të kthehemi, por mendoj se diçka po të çalojmë. Domethënë, si stagnuar përgjithësi, si shoqëri. Ndoshta Maqedonia, unë se di pse, sepse jetojmë në Maqedoni dhe gjithmonë them sikur jemi pak pas në shumë gjëra, po tash po flasim në aspektin e trashëgimisë kulturore, arkeologjisë, gërmimeve arkeologjike, një mungesa e arkeologëve që është e dukshme, domethënë veçanërisht arkeologët shqiptar në Maqedoni janë. Unë çdo herë se gjithmonë duhet dalë të flas për këtë temën, edhe çdo herë, çdo kund e theksoj, ritheksoj vazhdimisht që mungesa me të vërtet kemi mungesë, jemi të pakt. Disa tërhiqen sepse fokusohen dikun tjetër, sepse është pak edhe jo fitimprurse, është pak e vështirë se duhet t'jesh në terren vazhdimisht, duhet të hulumtosh, të gërmosh, domethënë kërkon pak më shumë përkushtim dhe ka mungesë. Në Shkup unë kam mbaruar historinë e artit me arkeologji. Tash drejtimet janë ndarë, domethënë veç masi ke studentët për historinë e artit edhe arkeologji. Ndoshta unë për mua fati më i mirë ishte që ishte bashk, fakulteti ishte ashtu. I përgjithshëm. Tani ndahet, por e shoh se interesimi se kur kam kontakte me profesorët të katedrës, edhe ato vetë më informojnë se numri i të studentëve është më pak, interesimi bie. Nuk e shohin si perspektiv edhe ndërsa mendoj se në vendet në rajon janë në përgjithësi më të interesuar. Në Greqi e kanë shumë të theksuar, theksuar se Greqia dhe vetë është e pasur. Në Shqipëri kanë filluar një interesim jashtëzakonisht shumë të madh. E sidomos nga gjeneratat më të reja. Kroacia, gjithandej. Rajoni nuk flas, domethënë Maqedoni jemi. Veç në Maqedoni po ndodhen kjo. Gjithkund është më e zhvilluar. A është më shumë çështje politike sepse e dim të gjithë se kur bëhet një zbulim arkeologjik ka shumë debate. Por debatet fillon që nga vetë arkeologët, pjesëmarrës që janë aty, kur bëhet për shembull nëse janë shumicë dërmuese të një komuniteti tjetër, ata mundohen me mish me shpirt. Gjithmonë domethënë çdo rajon me fqinjet e vet, domethënë nëse gërmohet ta zëm në jug të Shqipërisë, ka në Ohor. Maqedonasit thonë e jona, Shqipëria thotë e jona, sepse i përket fisit i lirë. Në Epiri ta zëm njuk që është me Greqin, e njëjta situatë ndodh me shqiptarët dhe grekëve. Maqedonasve dhe bugarëve, nëse është në një vend e njëjta, domethënë në Shkup njësoj me Kosovën, me jo e juaja, por janë domethënë librat, janë për atë janë edhe artefaktet, sicili vend, secili fis në të kaluarën i ka pasur karakteristikat e veta. Do me thonë, zakonisht është qeramika, është dheu kur bëhen ngërmimet, ngjyra edhe shtresat ndryshojnë. Një artefakti më i lehtë që gjendet gjatë ngërmimeve arkeologjike janë qeramika. Ene që qeramikës, ti nuk mund ta ngatrosh Helene me atë romake, sepse janë mësuar i ke tallojnë në vizatime, në forma, materiale, ngjyra e qeramikës është e ndryshme. Do më thënë, secili fis e ka stilin e vetë. Faraonët nuk mund të thush se nuk janë faraonë, se janë karakteristike e tyre që dihet. Për atë, ka ngjashmëri, ka, sepse kanë bërë lëvizje. Do më thënë, dyndjet e popujve, lëvizjet edhe kanë bërë edhe ndikime. Për shembull, neve themi kemi ndikim romak, Osman, do më thënë, e dim, ne xhamia është, kisha, arti bizantin, arti Osman, e dim karakteristikat që janë, do më thënë, ka edhe ndikimet kanë bërë, edhe lëvizjet e popujve kanë bërë që të hutohen pakës, do më thënë që kanë përcjell me dyndjet e tyre kanë çuar aty bëhen ndoshta ato hutimet, mix kulturash edhe donjëherë aty bëhen gatresa. Studimi për andorive të ndryshme normalisht që kanë ndikuar shumë edhe në trashëgiminë e një populli, mirë po unë dua pak të ndalim tek Maqedonia, pasi që
Unë mendoj që me të vërtetë jemi shumë të dobët sa i përket ruajtjes së trashëgimive apo artefakteve që gjenden nga arkeologë të ndryshëm. Nuk jam shumë e sigurt ku ishte vendi i sakt ku gjetën edhe këto pllakat Dardane që ishin kohën e fundit. Ishin këtu në Shkup tek lokaliteti Shkupi. Unë sa e di nuk u ruajtën. Pse po ndodh kjo kur ne ndodhemi në një kohë ku i kemi të gjitha Jo, më duket që i konservuan ata, u konservuan. Janë institucione që merren me apo. Do me thënë, merren, po ruhen. Duhet, do me thënë, çdo shtet ka qendra për konservim. Muzeu arkeologjik, do me thënë, duhet vendos një sigurisht çdo artefakt kërkon edhe ruajtjen, konservimi, restaurimi, qoftë keramik, qoftë objekt i madh, lokalitet arkeologjik. Po këtu gjetën disa epitafe mbi varre që ishin. Ishin shumë të qarta. Dhe ato, nuk e di ku janë ato, se nuk kam informacion. A kam përfunduar muzeun arkeologjik, apo janë Ministria e Kulturës, nuk e di. Ishte edhe një lajm të cilën gjatë orëve të natës, do të thënë edhe disa janë shkatruar nga, do të thënë, si mund të lejohet një gjë e tillë. Ka pasur ndërtime. Sepse ka filluar aty në lokalitet, u nisi një ndërtim i një banese kur dolën në unë besoj që të kenë shkuar në vend të duar, në këtë rast është muzeu arkeologjik që do t'i ekspozoj apo do t'i mbaj në depot e tyre. Ndodh shpesh në Maqedoni që gjinden, domethënë, gjëra shumë të çmueshme nga e kaluara, nga periudha të ndryshme dhe nuk ruhet ashtu siç duhet në proces të duhur që duhet. Mund të ndodh, jo, ose vendosen tash në për depot e institucioneve përkatëse, secili qytet në Maqedoni ka qytet ka muze dhe ata kujdesen, por nëse nuk e ekspozon, edhe kur të ekspozohet edhe aty në vitrinë, ti duhet ta ruash, do të thënë kushtet përshtatet drita, të përshtatet ngrohtësia, disa për shembull eksponate nuk mund t'i vendosësh në të mbyllura me qelë, duhet të jenë të hapura, pare, domethënë se çfarë materiali si eksponate, nuk ke vetëm keramik, ke edhe eshtra, ke metale, monedhat, kërkojnë kujdes special, etnografia si mjet, si tjetër një element tjetër i trashëgimisë kulturore edhe elementet e etnografisë, veshje që kërkojnë që miren etnologët. Gjithashtu kemi edhe mungesë të etnologëve shqiptarë, edhe Maqedona, po edhe shqiptarë. Domethënë gjithë këta përfshihen në trashëgimin kulturore. Ju shumë mirë e thatë parës, më falni, kënga ishte Poçari Selami Kolonjës, si thaj gjuhën shqipe kur një element tjetër identiteti të një populli, përveç kulturës, një pjesë ative që i kemi si fakte, është këtë që e flasë. Gjua shqipe, shumë mirë tha se edhe gjua shqipe zblihet në pazar, edhe i kujtohet, edhe ka lidh me Poçarin, edhe me zanatin, me Poçarin. Mendoj se gjitha këto elementet e bëjnë një popull shumë më të pasur. Duhet interesohemi, duhet të kthehemi ka e kaluara. Unë do të isha ndërlidhur për atë se të jenë më aktiv shoqëria, vetëdijsimi i të rinjve. Pikërisht këtu do doja të dali unë tani për shikuesit tanë dhe për gjithë prindërit që ndjekin. Ku e peti shkëndijën tënde të parë, se si e pe veten që unë do të merrem konkretisht me këtë profesion. Se mund të ketë kështu shkëndija tek shikuesit që shikojnë tek fëmijët dhe të paktën të orientojnë në këtë profesion i cili po zbehet nga shqiptarët, nuk merren me këtë, ndërsa nëse ne nuk dim për të kaluarën, si do të shohemi që të dashur për të ardhmen përpara. Nuk do shohim. Gërmimi i parë. Çfarë pa tek vetvetja për të studiuar dhe tek gërmimi jot i parë. Nuk e di, isha pak konfuze, sikur sepse fillon në viti 4 i gjimnazit përpara se të përfundoj. Çfarë do merja, edhe pastaj prindët e mi, ata narona e ke interesante, ka mungesë, mendoj se mundesh ta bësh këtë punë, por të ka pëlqyer historia. Do me thënë, gjatë viteve ti e sheh veten ku je. Fillova me arkeologji, fillova se deshe të më pyesësh gërmimet. Është një emocion me të vërtetë, veçanërisht ato eshtrat kur të dalin, do me thënë është pak një shqetësuese, një emocion i veçantë. Gërmime fillova. Pastaj gjeta punë si historiane arti dhe sikur u ndan rrugët, do me thënë, nuk mund desh të dyja ti balancosh, edhe këtu pak një ndarje u bë me në këto dy drejtime. Por ke marrë pjesë në për gërmime arkeologjike? Fillim gjatë studimeve dhe kështu kam marrë pjesë kam qenë një farë trajnimi 2008 në Shqipëri në Butrint,
me një shkollë angleze, Buttering Training School, aty shumë bukur, do më thënë, kishim ato metodat se si gërmimet, se si bëhen, si Sa më të avancuar nga po, ne. edhe ato vazhdojnë, do më thënë, janë mrekullueshëm. Janë mrekullueshëm, unë nuk kam fjalë për Janë shumë përkushtuar. janë përkushtuar dhe me të vërtet e din, janë profesionistë me të vërtet. Po të kishim pas edhe një kuadrë të tilla të cilat merren kaq profesionalisht me atë, ndoshta do të ishim shumë më përpara me zbulimet Do ta zbërthenim, do ta zbardhnim të kaluarën tonë. Po. Por gjithsesi për të zbardhur të kaluarën tonë duhet që të kemi historian, arkeolog. Pra gjithë këta, do të thonë, gjatë gërmimeve nevojtet etnolog, historiani lexon edhe tregon. Edhe dieta dëshifron ata. Këto fise, këto kultura, kështu kanë qenë, kështu kanë, edhe ti pastaj si arkeolog gjatë zbulimeve duhet të kesh kujdes mos dëmtosh. Mund të dalë një mur, diçka, do më thënë, ma e veçantë, keramikën, kesh kujdes mos ta thesh, mund dalë komplet një enë e madhe ndodhen kur janë edhe masijat më të mëdha të keramikës. Të ka ndodhur në Aronar këto gjatë zbulimeve që ke po në disa pika ke qenë. Thyrje, jo. Jo thyrje, po ke zbuluar diçka kështu që të ka fascinuar. Fascinuar eshtrat, do më thënë varezat me të vërtet janë pak... Janë trishtuese. Pak më trishtuese janë. Pastaj kur merresh konkretisht atë... Po, pastaj është... Jo, interesante, është një gzim. Po që se gjenë një vazo me moneda, ajo kështu, mendo se i merë për vete. Jo. Ashtu mendoj, po nuk mundesh me i marë për vete. Ndoshta është e paqmueshme ajo që fiton, në fakt nuk është pjesa e pasurisë që e gjen, mirë po është më e vlefshme ajo që e fiton. Cili ka qenë vendi më interesant ku keni bërë gërmime? Ty që të ka lënë mbresa më së shumti. Unë mendoj se shkolla që ishte në Putrit ishte me të vërtet shkurt, 2 javë ka zgjatur ajo periudhë, po me vërtet një eksperiencë shumë e veçantë. Ka qenë pastaj në Kalajet e Tovës. Në Kalajet e Tovës janë zbuluar Stenç, një lokalitet afër në Tetov, muret, fortifikime ma shumë, edhe qeramika, po. Cilës periudhë pravarësisht i takon? Do më thonë njetë se Kalaja është i takon periudhës Osmane, edhe kryesisht artefaktet janë të asaj periudhe. Por ja që sot dheu jep klithma të çuditshme. Para ca kohë në verën e kaluar, domethënë këtë verë më duket apo u zbuluan në Zagraçan, në Struk, u zbuluan disa artefakte interesante që datonin 1000-2000 vite përpara erës sonë, në mos gabojmë. Tregonin që janë të periudhës ilire, por një gjë që ndodhi kur u prezantuan këtu në Shkup, fatkeqësisht nuk ishte asnjë shqiptar që të folet për to, të thuhet, edhe pse nuk e di, nuk kemi kuadër, pikërisht kjo është mungesa e kuadrit të mjaftueshëm për ta ngritur zërin, andaj po bëj apel tek gjithë miqtë tanë, gjithë shikuesit që i kanë fëmijët, që shohin disa shkëndija që mund të merren konkretisht me profesionin me historinë konkretisht, dhe pastaj të fillojmë me etnologjinë, me arkeologjinë, historinë e artit edhe shumë gjëra tjera. Ne duhet që ta zbardhim të kaluarën tonë. Vetëdijsim, domethënë të rit, profesorët, shkollat. Unë punoj në Galerinë e Arteve të Maqedonisë në Shkup. Objekti unë ku punoj është hamam, domethënë i takon periudhës Osmane. Edhe unë mundohem atë detyrë që e kam kur vinë fëmijë, nxënësit, shkollat e mesme, t'ju jap edhe një informacion rreth trashëgimisë kulturore. Ja, një për shikuesit e juaj ta din, për shembull, në Shkup dikur ka pas rreth 15 hamame. Edhe ajo është, edhe hamamet janë trashëgimi kulturor dhe objekte e kaluarës, periudhës Osmane. Por tash i kemi 2 në Shkup. Sigurisht edhe në Maqedoni janë edhe tjera, të gjitha këto shumica janë shndruar edhe në Dibër. Po në Dibër ka gati. Është ndru në galeri të arteve, edhe në Shkup e njëjta, edhe në Tetov, por që kanë ekzistuar 15, por me kalimin e kohës janë dëmtuar prej fatkeqësive natyrore, mos ruajtja, mos kujdesja. Pra duhet, unë mundohem, kur vinë atë fëmijët, qoftë edhe një program edukativ ta bëjnë, apo vizatojnë, zakonisht vinë për vizatuar, unë mundohem që t'ju tregoj, t'ju përcjelli. Se është trashëgim kulturore, është kështu, do të thënë të kenë informata pak më shumë rreth asaj se çfarë ndodh. Unë desha të kalojmë pikërisht në punën që bën tash më 8 vite në Galerinë Nacionale Kombëtare të Shkupit në Çifte Hamam. Një ndër
hamamet, apo të them kështu vende kulturore të cilat me të vërtet gjithmonë sjellin shumë vlera në shoqërinë tonë dhe jemi shumë e fat që shumë artistë të mund t'i ndjekim me veprat e tyre, sepse siç e potencuam në fillim të emisionit, arti është po ashtu një ndër ambasadorët më të mirë të një vendi. Të një populli, mirë po edhe njëkohësisht jemi shumë e fat që kemi ambiente të tilla të cilat mund të plasohet arti. Sa populli jonë shqiptar e vlerëson dhe e ruan kulturën, sidomos të pikturave, të artit të cilat plasohet shumë shpesh në galerinë. Mendoj se sa i përket artit, do më thonë, po heqim arkeologjin ku ngecim, mendoj se këtu, po, pak më shumë, më mirë jemi. Më mirë jemi. Këtë aspekt jemi më mirë, do më thonë, ju vetë e shifni se kemi aktivitetet të ndryshme, ishit edhe ju prezent, me piktorë të ndryshëm, ku dyert janë të hapura edhe për ata shqiptar, gjeneratët të reja, vinë artist, piktorë të rinj që duan të angazhohen, jo vetëm nga Maqedonia, por edhe nga rajoni, dhe sigurisht bëhen aktivitetet të ndryshme, qoftë ato kolektive apo ekspozita retrospektive individuale të ndonjë artisti. Dhe gjitha këto janë, do me thënë, edhe çifte Hamami, se unë thash më herët për Hamame, do me thënë, çifte Hamami dhe Daud Pasha Hamami janë pjesë të galerisë nacionale të shndruara që dikur kanë shërbyer për popullin si objekte fetare, le të themi kështu, relaksuese, tash janë shndruar në galeri të arteve. Duhet ta potencoj se pasi që me muzikën jemi të lidhur mjaft mirë, pasi që kam kryer studimet, janë në vende të cilat kanë një akustik shumë bukur. Pa parë, tro. Koncertet sidomos që mbahen në hamame të ndryshme. Janë fantastike. Ka një eho, edhe janë, ndërte neve në atë aspekt jemi të ngjeshur me aktivitete kulturore. Këndimet korale, ashtu që këndimet korale, fantastike, drejtor, janë fantastike. Janë sallat dedikuara, do të thonë që janë përshtatur, sepse dikur i kanë përdorur edhe në për kisha, edhe në për ta vendet të cilët kanë këta kupolet ovale, për këndimet korale. Unë dje, vetë jo më lartë se dje kisha vizitor policia Italisë. Para disa dite kisha FBI-ën e Amerikës, vizitor rreth 100 veta që kishin pas një seminar diçka këtu në Shkup, dhe rreth 100 policë të FBI-s, agjentë si quhen, ishin, edhe dje kisha policin Italisë, me të vërtet janë të fascinuar, sepse jo që Italia nuk ka, domethënë, Italia ka vëllë gjëra apo Amerika, por kjo hamami e kaluar, le të themi, e vjetra, me kombinim me moderne, me piktura, adaptimi, jep një, me të vërtet një kapje më të bukur për vizitorë. Përjeton të sotmen, ka dy gjëra, shumë dimensione, do më multidimensionale. Edhe me të vërtet ju pëlqen se nuk është një galeri tipike objekt si klasik, si bëhen galeritë moderne. Edhe kjo pakës jep ndoshta një tërheqje tek vizitorët. Narona, sa mbajnë energji objekte të tilla? Unë për vete personalisht e ndjej këtë gjë, sepse datojnë me shekuj, ka domethënë objekte që ne i gëzojmë, edhe jam shumë e lumtur që të paktën kemi mjaft objekte të cilat jemi munduar t'i ruajmë, si xhami, si kisha, si shumë monumente të ndryshme, mirë po, si është të punosh, të jesh konstant në një ambient. Është e këndshme, me vërtet kjo punë, veçanërisht për femra, është tepër e... Padrejtësia, ja ku filloj. Ja ku filloj padrejtësia. Na shkon me energjinë. Ju shkon me lutë. Titoro, 2-1 jemi tash. Të lutem, në ndigjon edhe. Ju të muzeu... Jo, edhe shumica femra jemi të punësuara. Ne në minjera. Mundet. A bën kështu? Kështu i ndajmë rolin. Ja, bën krahasime, të gjetëm vendet. Vajzat në muze, burrat në minjera. Jo, me të vërtet është e lezetshme, e lehtë, e kapshme. Unë punoj si cicerone, me vizitor kam kontakte me, ju përmenda dhe më herët, vinë lloj turist, vizitor, mundohen edhe shkollat të bëjnë aktivitete që të shohim pra, do të kthejmë edhe një herë, për të mësuar të kaluarën, arkeologjin, trashëgimi kulturore, vetë disimin në për shkollat arsim të edukative. Jo vetëm në libër, ta merë historinë, nxënësi dhe ti tregosh ti kështu, po mere, çoj konkretisht, fizikisht, për ta shijuar, për ta nuhatur, për ta parë, për ta perceptuar siç duhet. Të lidhur teoria me praktikën, aty ku punoj mundohem t'ju përcjell gjeneratave të reja që të mësojnë diçka pak më shumë. Narona, edhe pse e dim, sepse edhe në librat e historisë, edhe në librat e gjuhës, në shumë libra ne kemi problematikën me shtrembërimin e historisë së popullit shqiptar, e dim. Dhe ne vazhdojmë akoma që të heshtim
edhe nuk Unë gjithmonë kam thënë, masa. artefaktet arkeologjike nuk mund të modifikohen. Nuk modifikohen. Nuk mundet. Kanë shkruajtur shumë veta, nuk e shkruaj une, se kam shkruajt une, do me thënë ka shkruajt para me shumë veta, do me thënë historian, e shkencëtar, e kanë hulumtu, e kanë zbuluar, që tregon, kjo është kështu, kjo është kështu, kjo është kështu. Pra, librat janë ato që ashtu, por mirë është edhe në vend ngjarje në vetë terren me dalë edhe me i pa situatët. Përveç se që të shikojmë dhe të shijojmë fizikisht, për t'i parë dhe për t'i nuhatur se që përmendëm, ne po na dalin në rreth e rrotull që para një muaj e gjysmë ne patëm një mauzole që bëheshte konkretisht, domethënë jo më larg se 140 kilometra prej Shkupit, konkretisht në një fshat në zonën e Dibrës ishte atje, një mauzole që ishte fantastik, që atë ditë bëheshte edhe konservimi i tij mbylleshte dhe patëm ekskluzivitetin. U gjet një varres, janë gjetur disa. Po zbulohen të civilizimi më i vjetër në Europë, konkretisht në Lin, jo më larg se 180 kilometra prej Shkupit ku jemi. Deri dikur thuaj që kishte civilizimi më i vjetër ishte në Zvicër 4000 vjeçar, ndërsa këtu doli në Lin që kemi 6.000 deri në 8.000 vjeçar. Shqipëria është më pas. Domethënë Shqipëria është ekstremisht. Si zonë jemi liçeni, nëse nuk gaboj në liçenin Nën Tokës, që ishte më i vjetri. Domethënë në ulimtimet e viteve të fundit, sidomos që kanë ndodhur në Shqipëri, tregojnë që ata janë shumë aktive, kanë institucione kulturore që mbështesin, që investojnë, shteti investon edhe si ti vedisojnë qytetarët tanë që të merren konkretisht me këto. Me që jemi minutat e fundit. Edhe pas një temë tjetër kam jashtë kësaj, domethënë duhet institucionet kulturore vazhdimisht duhet të japin financa, mjete, nuk e di, metodat e tyre, se si institucion kulturor duhet kujdeset për atë. Edhe sa minuta kemi? Kemi edhe një minutë të fundit. Na thuaj. Si një apel më thuaj për apelin, si ti vedisojnë fëmijët që ti orientojnë konkretisht për të marrur me këtë profesion? Në qoftë se shohin shkëndijtë e fëmijët, sigurisht. Nuk e di, do me thënë, apeli do të ishte, është mirë, është e bukur, është e këndshme, është interesante. Është, do me thënë, e veçantë, është diçka e veçantë. Profesion që ka avanturë shumë. Po, avanturë si... Avanturë. Si shemrin ai filmave? Indiana Jonesi. Indiana Jones, po si Indiana Jonesi. Indiana Jones, kush do të bëhet Indiana Jones? Dhe të merret me këtë profesion. Se nuk ka gjë më të bukur se sa të merresh të zbardhësh të kaluarën. Të kaluarën të shtrembëruar që mundohen që të na shtrembërojnë gjithandej. Por të paktën të kemi filiza të rinj, të cilët do të na e zbardhin një herë përgjithmonë dhe të vazhdojmë që të merremi me punë të tjera. Që të mos merremi shumë të kaluar. Fritë se kam diçka. Sot është 13 nëntori. 13 nëntori, sot ka një ditë të shënuar, sot e ka në Arona. Shoku juaj edhe shoku im i jetës e ka ditëlindje. Të cilin do t'ja urojmë publikisht nga studiot televizionit Arsinë, edhe 100 tjera qofshit të lumtur, të gëzueshëm, edhe gjithmonë së bashku me shëndet. Po. Qofshit gjithmonë të përmbushur në Arona. Faleminderit shumë Arona që ishe në studio. U kënaqem shumë me bisedën, shpresoj që ti je kënaqur së bashku me ne dhe ndajmë informacione shumë të bukura. Le të jemi zëri